dua të di në çfarë niveli mund ta rëndisni ju harmoninë fetare mes vete, mes feve tona që është në një vend kaq të vogël. Si mendon që fet trajtohen nga të tjerët, nga komunitetet ndërmes vetes dhe në çfarë niveli është harmonia fetare? A kemi një harmoni të shkëlqyeshme apo një harmoni disbalans apo si mendoni ju sipas jush? Niveli i feve në Kosovë është nivel i shkëlqyeshëm. Fal hoxhallarëve që kanë jetuar në këtë tokë, në këtë Kosovë me shekuj, gjyshave dhe stërgjyshave tanë hoxhallarë që kanë promovu fen e pastërt, pra besimin e pastërt monoteist që është Islami. Fal tyne, ata nuk kanë qenë arroganta, nuk kanë qenë plankprishës, nuk kanë qenë ligjerus me ligjerime të frekshme. Ata kanë qenë ligjerus të qetë, kanë qenë pedagog të mirë. Një ndër ta duhet përmend, se nuk mund të rri pa përmend, rahmet i pas shpirti, hoxha i nderuar Molla Sherif Ahmeti, përkthyesi Kuranit në gjuhën shqipe, i cili ishte profesor edhe i gjuhës dhe letërsisë shqipe, po edhe profesor i gjuhës arabe, por edhe hoxh. Pra, çka do të thotë përmes kësaj? Që ai e përktheu Kuranin, do të thotë duke njoftë gjuhën arabe, morfologjinë sidomos e ka pas specialitet shkenca e fjalës, po edhe gjuhën arabe, por edhe fen, sepse ti mund ta njohësh gjuhën arabe edhe gjuhën shqipe, po nuk e njeh besimin fen. Po ti njohësh të trija, atëherë do të bëhet një hije, një përkthim mjaft adekuat. Dhe pse e përmendra këtë? Ai po edhe shumë hoxhallar të tjerë kanë ndikuar jashtëzakonisht në edhe hoxhallar si në vend të kaluar, nëse shkojmë më herët, Molla Hoxh Kadri Prishtina ose hoxhallar të ndryshëm që kanë qenë, do të thotë që kanë kaluar këndej pare si Müderiz Haxhi Efendi Zeka, hoxhallar të ndryshëm, pra Molla Idris Gjilani, kanë luajtur rol të jashtëzakonshëm në harmoninë ndërfetare në popullin tonë, në vendin tonë. E nëse shkojmë edhe në jug të viseve shqiptare, Hasan Tahsini, Hafiz Ali Korça, Ibrahim Dalliu, e kështu me radhë, të gjithë kanë luajtur rol të jashtëzakonshëm në harmoninë ndërfetare. Nëse sot një teolog, ose një mësues, ose një arsimtar fol keq për krishterin, fol keq për muslimanin, fol keq për hebreun, ai duhet kthye me shikua rrugën ku e ka humbur, sepse të gjithë jemi krijesat e Zotit në këtë kupoll qiellore. Lekum dinu kum waliyad din. Ata kanë besimin e vet, ne kemi besimin tonë. Sot ti përparim dhe unë si arbër, kemi kojshi katolik, kemi kojshi hebrej, kemi kojshi besimeve ndryshme. Gjithë e cili na thot mirë mëngjes, mirë dita, mirë mbrëma. Gjithë e cili ka drejtimin e vet. Pse të nxitim urrëtie kur Kurani na mëson të mos nxisim urrëtie? Kurani është, thot, dhe krijesat e Allahut, thot, kur ecin nëpër tokë, thon selam, thon paqe. Dhe nuk ecin me kryelartësi. Por ignorantët, thot, i ofendojnë ata. Por ata prap ju thonë atyre paqe. Ummetu selam. Ne jemi umeti i paqes, jo ignorancë, jo paragjykues, jo dhunues, jo mentalitet ekstrem. Ne duhet të promovojmë dashurinë me Islam.